që nëse besimtari thot nuk le fjalën e gënjeshtër dhe punën me të, nuk ka dobi uria e tij, nuk ka që duhet Zotit uria e këtij njeriu. Që në vetvete kjo çfarë indikon, çfarë nxit, që njeriu edhe syri i tij ta agjeroj, edhe veshi i tij ta agjeroj. Dhe në këtë kohë ku ne jetojmë, kur ekspozohemi nga kaq shumë gjëra jo të hishme, gjunahe dhe mëkate, atëherë sikur agjerimi i stomakut të shoqërohet edhe me agjerimin e syrit, shoqërohet me agjerimin e veshit, të shoqërohet me momente të vogla meditimi, që ti mundson, sepse mendja tashmë është edhe më e kthjellët, është edhe më e qetë për ta bërë këtë gjë, atëherë këto janë gjëra të vogla që në dukje të vogla, por në peshë dhe në shpërblim të mëdha, që do të fiton një vlerë të madhe e agjerimit. Përveç kësaj është ajo që gjithmonë e shoqëron jetën e besimtarit dhe këshillohet që gjithmonë ta bëj, është përmendja e Zotit dhe dhikri. Sadopak, domethënë atë ëmbëlsi ka për ta ndjerë, atë bukurinë, domethënë që vërtet gjua është e thatë se s'ka pirë ujë, por të jetë e lagur me dhikrin dhe me përmendjen e Zotit. Sikur 10 herë në ditë subhanallah, 10 herë elhamdulillah, 10 herë Allahu ekber, pak janë dhe të thjeshta me minuta, por vlera dhe pesha është aq e madhe dhe aq të shpërblyeshme sa ti e ndjen veten tashmë të lehtë në agjerim dhe shumë me peshë të rëndë në shpërblim tek Zoti i gjithësisë.